Rebelët Houthi të Jemenit kanë njoftuar për sulme të reja nga forcat amerikane, të cilat kanë shkaktuar 53 viktima, përfshirë 5 fëmijë dhe 2 gra, si dhe 98 të plagosur. Sulmet terrore goditën objektiva në Al Yaouf dhe Hudaida herët të hënën, në vazhdën e një fushate të fuqishme amerikane për të ndaluar sulmet e rebelëve mbi anije në detin e Kuq. Komanda qendrore e SBA-s konfirmoi vijimin e operacioneve kundër Houthive, duke pretenduar se disa figura kyçe të grupit janë vrarë, megjithëse rebelët nuk e kanë konfirmuar këtë. Lideri i Houthive, Abdul Malik Al-Houth, u zotua se militantët e tij do të vazhdojnë të shënjestrojnë anijet amerikane përsa kohë që SBA-ja vazhdon sulmet në Yemen. Houthit të mbështetur nga Irani dhe që kontrollojnë veriperëndimin e Yemenit, pretendojnë se veprojnë në mbështetje të palestinezëve në konfliktin Izrael-Hamas dhe synojnë anije të lidhura me Izraelin, SBA-n dhe Britaninë e Madhe. Duke njoftuar sulmet e fundit, presidenti Trump paralajmëroi një përgjigje të ashpër, duke deklaruar se ferri do të bjerë si shi mbi ju, si asnjëherë më parë.